Banor të Zënës, nxënës dhe mësues të shkollave të Dropullit dhe qytetit Gjirokastrës, por edhe shumë vizitorë të ardhur nga Greqia mbushin sot sheshin Konstantinos Mitsotakis dhe Pallatin e Kulturës Ndërvician. Aktivitetin kushtuar festës kombëtare të Greqisë, e cila përkon me fillimin e revolucionit grek në vitin 1821, e organizoi Bashkia e Dropullit, ku nderuan me pjesëmarrjen e tyre kryebashkiaku Dimitra Ktoli, prefekti e qarkut zonja Albana Hasanaj, deputeti Piro Dhima, përfaqësuesja e konsullatës greke në Gjirokastër, zonja Maria Guda e të tjerë. Aktiviteti filloi me meshën tradicionale në Kishën e Fshatit dhe vazhdoi me parakalimin e nxënësve të shkollave. Fëmijët janë përgatitur, kanë një program artistik, do të bëhet marshimi ashtu siç bëhet në Greqi, do të bëhet edhe këtu, siç bëhet i përvitshëm, dhe festojmë ashtu siç festojmë edhe festat e Shqipërisë, festën e pavarësisë, festën e çlirimit 29 nëntorin, në të njëjtën mënyrë festojmë edhe festat e minoritetit e Greqisë. Fëmijët patjetër që janë krenar për origjinën e tyre. Patjetër që ashtu si thashëm parë janë nxënës të minoritetit grek, kështu që është në nder edhe në respekt të gjithëve që ne të respektojmë zakonet, traditat, festat tona kombëtare. Sot është një ditë festive, patjetër që emocionet që ndihen gjatë kësaj dite janë shumë të forta, shumë të ngrohta, sepse është një ditë që përkujtojmë lëvizjen e revolucionit grek të vitit 1821 me mesazhe shumë të rëndësishme që ka të bëjë me paqen, me drejtësinë dhe të themi stop luftrave. Dhe akoma edhe sot në momentin që po flasim është shumë aktuale, pra të ndalojnë luftrat. Popujt s'kan çfarë të ndajnë midis tyre, kërkojmë paqe. Pasi u dëgjuan hymnet e dy vendeve tona, si do vendosen kurora në monumentin e Lirisë, të pranishmit të zhvendosen në sallën e Pallatit Kulturës, ku përshëndetën përfaqësuesit e autoriteteve vendore, shtetërore dhe diplomatike, ndërsa nxënësit e shkollave shfaqën për të pranishit një aktivitet të bukur artistik.